Ish kryeministri Mësthurje Endrit Shabani zgjedhet avokati i popullit vetëm me votat e mazhorancës. Shabani mori 85 vota pro, 0 abstenim dhe 3 vota kundër. Opozita braktisë sallën dhe nuk mori pjesë në votim. Projekt vendim për zgjedhjen e avokatit të popullit, zoti Endrit Shabani. Propozohet avokati i popullit për një periudhë 5 vjeçare. Ky akt kërkon shumicë të cilësuar votash për miratim. Votimi është i fshehtë. Procedura e votimit një votim elektronik. Hapet votimi. Mbyllet votimi. 85 vota pro, 0 abstenim, 3 kundër, projekt vendimi miratohet. Në bazë të votimit, zoti Endrit Shabani zgjedhet avokati i popullit. Avokati i popullit do votua në parlament me votim të fshehtë. Mandati në krye të avokatit të popullit është 5 vjeçar.